një shërbim që ka të bëjë me pronën. Për ditë marr ankesa nga qytetarë dhe nga institucionet, dhe këto të fundit ankohen se nuk bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Këtë situatë e kam të papranueshme. Dhe nuk e kam personale, këta e kam në qeverisë shqiptare. E papranueshme. Ne presim që t'i shërbejmë qytetarëve, në afat, mundësisht dhe në orar. Ndërkohë, delirohemi, harxojmë kohë dhe energji për gjithë gjuhën e përbashkët institucion me institucion. Kulmi, arrogancë, zvarritje dhe mungesë komunikimi në Republikën e Shqipërisë, në shoqërinë shqiptare është e barazvlefshme me korrupsion. Kërkoj nga ju, në mënyrë të veçantë tek ZRPP, do vjedhet Agjencia e Trajtimit të Pronave. Në mënyrë të veçantë të ZRPP. Fundi i këtij muaji në minimum dhe fillimi i muajit shtator në maksimum, të gjitha praktikat që quhen të vështira, që ju nuk i mbani në përsyrtar, në prej vitesh dhe nuk i evadoni, duhet të kenë marrë fund.